vendosim për të pjekur pasi e mbyllëm mirë me fetën sfoliat, formuam dhe anësoret dhe tani do të kalojmë tek receta tjetër, tek receta e dytë për sot, me brumin e anësoreve të fetës sfoliat që na teproi. Sigurisht që mund ta përdorim në receta të tjera ose çfarë po i bën atyre? Do t'i pjek? I pjekim. Do t'i vendos në vend të bukzave. Të bukzave, bukur fort, të bukzave për supën, për gjellën me mix perimesh. Mbasi lë të ngrohet mirë. Ena, shtoj. Pak vaj. Kush ma mori gjalpin? Gjalpin? Aty ke gjalpin. Atëherë, çfarë gatuem tani, gjellën, supën? Gjellë me perime. Me perime mix. Viçi, me mishqin, gjithë çfarë të dëshironi ju. Ja, shtoj dhe pjesën këtu, edhe në më të mirën e mundshme e vendos. Super. Sa të shkry gjalpi, unë ju tregoj përbërësit e këti mix Sa i perimesh. të shkry gjalpi, shkry dhe unë talentin. Shkry dhe ti talentin, ndërkohë i vendosim për të pjekur këto bukzat, ndërsa si qanë në aty do zgarë, bëj, ashtu do edhe bëj. piqen për bukuria aty. Këtë do jetë kremoze, se kanë nxjerrë supën kremoze. Po, kremoze. Do ta bëjmë mix të gjitha perimet dhe më pas do t'i kalojmë në një grirse. Kemi pak mish, kemi një qep, kemi karota, kungulleshk, patate, bizele, pak gjalp, miell, qumësht ose pana, krip piperi zi në energjik dhe koper ose majdanoz. Sup krem me mish dhe me perime pranverore. Këngë pranverore. Ishte gjitha perimet brenda. Opa. Ate këto brumqet, unë këto i skuq, s'kam se ti fus në furë, sa të rritë vënohem në furën unë, kam baruar muhabeti, do t'i rritë i skuq në fund, ja. Baroj supën edhe, këtu, kam. Le të marrë dhe një talier tjetër. Shtëm edhe patate në kubik, do t'i zbutim fillimisht dhe më pas se t'i zjejmë me lëngun. Modeli ashtë funksionit tava, nuk e dua tavën. Ja, kishim për këto. Nuk e dua tavën, një çfarë. Duke që se i bëjmë më thjesht, se do rritë të gjë vëmendjen e pites të byrekut, që të do një ju quajeni. S'ka nevoj forma, por është e domosdoshme të jenë të vogla që të zihen kollaj. Opa e marë. I vendos. Kam gjitha perimet dhe nuk është e nevojshme fare që të sot është ajo kur thonë si Albana në më të mirën e mundshme. Në më të mirën e mundshme. Është dhe fillim jave ta mendosh, ë? A e di pse? Sepse energjin dhe dritën time nuk ma merë. Askush. Ja. E shtoj, i fus tani. Në qikë në energjik, piper, kripën po duam që do ta trashim pak më tepër një lugë miell. Pa tjetër që po, do duam si jo. Do duam pa tjetër. Edhe nëse duhet pak limon. Tani direkt unë shtoj miellin. Direkt, me linë direkt, jo presim. Ja, vendosni perimet dhe më pas miellin. Ujnë që kanë perimet, bëjnë që mielli mos të koklavitet. Tu kam zirë mish. Po të dojnë i bëjni me mish, po të dojnë i bëjni pa mish. Unë lëngu nuk e kam kulluar, edhe nuk do ta kulloj. Gjithë ekstrakti sa gjëje është të lëngu. Atere, do të veçoj mishin. Ja bëjmë copa të vogla dhe... Ma e pak të lutem një tas. Ja. Ja, largoj pjesët e mishit. Qa po na mungon, ne nuk kemi ndezur ekspresin, moj Albana. Të ngrohet pak ekspresi për kafe. Dhe ndërkohë, shtojmë edhe lëngun e mishit që të zjejnë perimet dhe të marrin shijen e tyre, po ashtu dhe mishit të lërë.
Ja. Shihen e vet, lëngun e vet, Fillon e trashet. elementët. Perimet janë në ngrirje dhe kur e kemi në ngrirje është një gjysmë proces i bërë, është zbutur perimi, është njësoj si kur e kemi zjerë. Që duan më pak kohë për të zjerë. Do të shtoj kripën, piperin, më pak ësu, e mbajta dorën. Unë tu kam pana, ose po të dua unë, shtoj qumësht edhe krem. Si të dëshironi ju, po pse? Të shoj kremarla, pse të shoj pana? Është më rënd pana. Po. Kurse kremi është natyral, E është le lehtë. të bëhet, o pjeshtë gjitha I vëm dhe këtu. kapakun të zi, ndërkohë që lëm të zjej pak përzierja e perimeve, ne do të kalojmë në reklamat tona publicitet dhe do të rikthehemi për ta përfunduar, ndërkohë shpresojmë të jetë pjekur edhe byreku. Jemi rikthyer, faleminderit që po na ndiqni, jemi në pjesën e fundit të hapësirës së gatimit këtu në Rezen ton. Për anvisat që sapo ju bashkuan ekranit, ne kemi përgatitur një pec foliat me një mbushje fantastike, shumë të shijshme, që shpresojmë që të piqet derisa të përfundojë minutazhi, dhe ndërkohë në tenxhere kemi vendosur një supë me perime të ndryshme, me lëng mishi, me mish, dhe do ta shoqërojmë me bukëzam. Diçka po vlon, diçka po zjen. O, vendos dhe copat e mishit tani. Që të loshojnë akoma më shumë. Ja. Shihen dhe lëngjet e tyre. Po të duam ne, e lëm të tillë, po të duam ne, e kalojmë Në këtë mikserin, këtu në këtë blenderin që kemi, ne shtuam një 2 lug, fellashka, garushde, qepshe, qa quhet tjetër mi? Ka që jam, dhe unë dhe këtu ka ardhë sradini, nuk e mbajmë. Ishin 11 përcaktim. E vetëmja e në kuzhine që në pas ka kaj shumë emërtime nga sipas zonave të ndryshme. Ja, u dalëm dhe pak që të stohet. A të shtojmë pak kremarla, krem djathjarla, 100% natyral. Shtoj dhe pak të supa, e bën supën shumë të mirë, kremoze, delikate, jep një shije fantastike. Kur e mbani mend të pallati 100 kusur? Sa të 6. Ilsa, edhe unë, Arla, i vendos, e përzi e pak të ndjen keqit a lëdhe të luga, edhe, vendosim kapakun, kemi vendosur në prizë, po. Tani. Derisa të kremozitohet. Edhe unë këtu, për pjesën tjetër, pra, se po të doni ju, mund të vendosni, mund të bërni të kthjellët, krem, në të kundërt, mund të aleni dhe Dhe me perimet, si qenë se ato janë të prera shumë të vogla, të vogla. I largoj se më pengojnë, si është njeriu, sa mbaron hallin, haron të gjitha gjërat. Ja. Mua sa më duhen produktet, bëj luftë t'i kem të gjitha. Pastaj, ja, kremozë, shikoni, kremozë. Me lëngun e mishit nuk ka nevojë fare. Dhe e lëm të tillë. Pjesën tjetër e largoj pak sa këtu. E bëjmë 2 variante. E largoj, i vendos kapakun, edhe jam një tenxhere shumë të voçkull këtu unë, që ta lëm të që mpyset. të kem trashjen. E supës, pra, e mpiksim me trashim pak, pasi e kemi kthyer në krem. Shumë pak minuta i duhet dhe supa është gati. Mos harroni ta përdorni kremin, sepse me të vërtet jep edhe shije, po jep edhe pamjen e bukur. Edhe strukturën e ka shumë fantastike, me pak krem. Imagjino kur nuk i shtojmë kremin, duhet ta rregullojmë, ta sistemojmë që të marri pikërisht të pamje, siç po e shihni edhe në tenxhere. Ja, është e mpiksur. Po të duam ne, edhe pse mos u duam. Dhe pak limon, dhe Shtoj. do t'i skuqim pak bukëzat. Lëng, limoni. E largoj. Pra në fund fare lëngun e limonit, sepse ai nëse do të rri më shumë, do të na i dhëroj supën. Që sa e shtuam e larguam tenxhere, e pat dhe vetë.
e servirim. Dhe servirja nuk do të përfundoj me kaq, sepse do të shoqërojmë me bukza nga pak 5 sfoljat që në mbeti nga mbushja. Kemi prerë në largohen se më janë bërë të nxjerrë ka pak. Të cilat mund t'i pjekim në furrë, po edhe mund t'i skuqim, edhe mund t'i aromatizojmë toneve me erza, për shembull, po. Po nga që kam fetin e sfoljatës, tani në moment nuk e bëj dot sepse e kam zënë brumin, e kam zënë, nuk e kam punuar. Shtoj. Gjalpë tash, kemi këtu lurpakun. Kemi lurpakun. Edhe këto janë tharë pak sa, shiko. Mos pretendoni, nuk e teproj. Nuk e teproj. Ka që është masa. Pastaj, gjalpi do të mbetet në tigan, ne do marrim vetëm thjesht bukzat që do të skuqen aty, por ndërkohë le të përsërisim recetën tonë të supës kremoze, me perime të ndryshme, me mish, me lëngmish, e kemi sjellë në 2 variante, siç thamë, dhe me copat e mishit, po edhe supë krem fare. Ja tek e keni mishin e zjeni. Keni 1 qep, 2 karota, kungullesh, patate, bizele, 2 lugë gjalp, 1 lugë miell, qumësht ose pana ose krem djathi, ne përdorëm kremin arla sot, krip, piper i zi, nenexhik, koper ose majdanoz. Supë krem me mish dhe perime. Kjo është receta jonë. E dytë, gjithmonë duhet të kemi fokusin që pavarësisht se çfarë do lloj gatimi kemi në familje, supa të mos mungoj. Supa, sallata janë të përditshme. Atëherë, i heqim gjitha gjërat, se nuk më duan, edhe shtoj. I shtojmë bukëzat, se të marrin ato ngjyra, ato do të fryen, për shkak se kanë vezët. Ja, kështu. Edhe pak. Lëmë dhe kapakun dhe vazhdojmë. Ndërkohë ne kemi edhe sfoljatën të mbushur. Duke qenë se të dyja proceset janë në punë sipër, pra që të përfundohen ashtu siç duhet, ne do t'i presim ku jemi këtu. Okej. Bim e freskët, koper i shkon. Koper i shkon më shumë, se shkon edhe brenda në mbushje. Sepse ka kremin, edhe ajo i shkon. I lë, i pat që vendosa pak ose fare krip sipër për t'i dhënë atë shijen e duhur. Regjia, ndërkohë ndihmoni pak anvisat me numrin, sepse i thirrëm për të na telefonuar. Kemi gatuar 2 receta sot, besoj janë të qarta edhe për përbërësit. Presim që të ftohet pak peta sfoljat dhe marrim mendimin tuaj ashtu pak anash. Ajo ka yndyrën e vet, ne e lyem me gjalp tavën, kështu që nuk ka rrezik që të jetë ngjitur. Nëse duan pastaj të kthejmë, ajo mbushja është plot, kremoze, fantastike. Fet edhe hapet. Në një dras. Doni vezën, doni. Ajo alën e doni. Me alë, e shton pak sipër dhe shkrihet bëhet kremoze. E jep edhe një shkëlqim. I kthejmë edhe pjesën tjetër të bukëzave që t'ja shtojmë sipër. Ja të bëhen si gjysë të thekura, se janë të buta nga gjalpi, po edhe peta sfoljat është e tillë, që është e butë. Ja. Pastaj? Okej. Do ma qifë në dalë për gja. Kjo është. Unë e mora dhe po shkoj të relata. Po mirë. Sot do të zgjedhim kapsulat Qualita Oro. Në fakt, rralli kemi përdorur këtu, kështu që Albana do të sjellë lavazza Modo Mio, këtë kapsulën e artë, sepse do të provojmë një shije tjetër nga moria e kapsulave që lavazza na ofron. Bravo. Ja, shifeni pak. A Modo Mio Intenso, Qualita Rosa, janë dhe ato kapsulat blu që janë këtu në fund fare, që janë dekafeinato për personat të cilët duan kafe, e pëlqejnë aromën e kafes, po nuk e duan kafeinën, kështu që zgjedhim të gjitha shijet që lavazza na ofron dhe aq më tepër për një aparat siç është ky këtu, që ka një sistem unik të presionit që ushtron kapsulës, kapsula e të marrë tjetër, kapsula ka 7.6 gram kafe, me një aromë fantastike.
me një përzgjedhje botërore prej 150 kafe arabike nga më të ndryshme, shumë llojshmërinë e llojeve të ndryshme, për t'i sjellë brenda këtyre kapsulave dhe për të na ofruar një kafe që ka një aromë që zgjat, një aromë dhe një shije që të mbetet në mënyrë. Pse duhet të shkojmë ne deri në Itali për ta shijuar kafen kur e kemi këtu? E kemi këtu në studio. Mund ta gjeni edhe në lokale të ndryshme, po siç të shijon në shtëpi, në zyra, se mund të merret aparati bashkë me kapsulat, kush e porosit aparatin në vjen dhe kapsulat falas, apo e thash kot, po me falas. Për ty e solla. Për mua të lumt. Unë do përdor kapsulën tjetër, palitarosën, kjo ishte oro. Presioni madh, presioni vogël. Shija, aroma e fortë, shije intense, këtu është ndryshimi midis mishelave të ndryshme. Ja dhe supën me bukzat e promovuam siç duhet dhe e sollëm në më të mirën e mundshme, me shijen, ndërkohë, nëse kam rritur telefonata, edhe pse do t'i kemi pak më vonë, të cilat do t'i mirëpresim në rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti, do t'jemi pas pak për të folur për gurët në veshka, do të flasim edhe për horoskopin javor, nga e hëna deri të dielën, si do të ndikoj pozicionimi planeteve, hëna e re, a vjetër, e plot, si ndikon të bricjapi sidomos, por e të shenjat që na i kërkoni. Të bëftë mirë, ndërkohë, të dyja recetat mos harroni, do t'i gjeni të publikuara në rrjetet tona sociale, në Facebook edhe në Instagram, edhe po ashtu në YouTube, me mënyrën e përgatitjes. E ke dorën e mirë, e do me sheqer. Jo, as me sheqer, as... Po ti si kurse rufita, apo e kalove rufitjen me vezën? Po e kalova. Muj mos më bëj të ndihem keq dhe të flas pastaj. Si e shijon ti kafen më shumë, vetëm apo me njerëz? Me njerëz, me njerëz. Me njerëz, kafe nuk ndodh kur që unë pi vetëm. Ti e pi para apo pas buke? S'ka rëndësi fare pastaj. Në mëngjes që vi patjetër që konsumoj kafe. Çfarë ndjen ti kur pi kafe? Sa ndjen që pas kafe. Lafe. Lafe, patjetër. Po atë turken e lexon filxhanin apo? Ta lexoj unë? Jo, e shkon e lexon ti? Absolutisht asnjëherë. Jo, thjesht e shijon kafe. Unë jam njëri që besoj në Zot dhe para fatit tim nuk më del as filxhani dhe as gjë tjetër. Kush është pras filxhanit? Bravo. Ka një gjë e gjës për këtë filxhanin, më duket, të kafes, ë? Duket se kam dëgjuar diku. Është. Po. Shkofi. Po. Këto tastim apo të ikim në tani? Të iki apo të rridhe pak? Unë dua të rish. A di, më duket sikur nuk kam kohë të çmallem, që kështu qëndro me mua këtu. Qëndro me mua. Koha është diferente. Koha është flori. Po, e kanë thënë të parë tanë, po koha me vërtet është flori. Sepse koha që i kushton dikujt është shumë e çmuar dhe kushton shumë më shumë se sa një objekt apo diçka tjetër. Edhe duhet, edhe ai një që ke përballë duhet ta meritoj atë kohë që ti japësh. Patjetër. Është e merituar apo jo e merituar? Duhet ta meritoni kohën. Ikëm ne tani, miru pafshim nga kuzhina. Unë ju pres pas fleshit informativ në rubrikën Bima dhe Shëndeti, të lumshi duar. Faleminderit.